Pastron paratë e krimit, prokuroria e Shkodrës sekuestron pasuritë e të dënuarit për drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Itali. Prokuroria e Shkodrës ka sekuestruar disa pasuri që dyshohet se janë vënë nga të ardhura kriminale. Bëhet fjala për një apartament dhe një sipërfaqe toke. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se shtetasi LM alias LK alias LK alias LM i datëlindjes 14/3/1969 në bashkëpunim me shtetasen JN dyshohet se kanë konsumuar elementët e veprës penale të sipërcituar. Sipas provave të administruara, pasuria është blerë nga shtetësia JN me fonde të dyshuara të ardhura nga veprimtari kriminale të transferuara më parë nga shtetasi LM. Po ashtu kjo shtetase nuk rezulton të ketë burime të lishme të ardhurave që të justifikojnë investimin. Shtetasi LM është dënuar nga gjykata e distriktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, distrikti jugor i New Yorkut për vepra penale në fushën e trafikimit lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim. Gjithashtu ky shtetas ishte në kërkim nga Interpol Roma, është dënuar me 25 vjet burg për veprat penale të organizatës kriminale, drogë, pengmarrje, heqje e palishme e lirisë dhe mbajtja pa lejarme dhe municioneve luftarake. Njoftimi i prokurorisë. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër sekuestron një apartament në Shkodër në kuadër të hetimeve për pastrim parash. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër në kuadër të hetimeve që janë zhvilluar për veprën penale të pastrimit produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 287 fraksion 2 i kodit penal ka vendosur masën e sekuestros preventive mbi një pasuri të paluajtshme. Masa e sekuestros është vendosur mbi pasurinë e paluajtshme. Lloji apartament, sipërfaqja 103.4 m2, adresa Lagja Vasil Shanto, Shkodër. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se shtetasi LM alias LK alias LK alias LM i datëlindjes 14/3/1969 në bashkëpunim me shtetasen JN dyshohet se kanë konsumuar elementët e veprës penale të sipërcituar. Sipas provave të administruara, pasuria është blerë nga shtetësia JN me fonde të dyshuara të ardhura nga veprimtari kriminale të transferuara më parë nga shtetasi LM. Po ashtu kjo shtetase nuk rezulton të ketë burime të lishme të ardhurave që të justifikojnë investimin. Shtetasi LM është dënuar nga gjykata e distriktit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, distrikti jugori i New Yorkut për vepra penale në fushën e trafikimit lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, ky shtetas ishte në kërkim nga Interpol Roma pasi me vendim numër 71 i pesti fraksion 05 1044 fraksion 05 R GCA datë 7/10/2025 të gjykatës apelit të Salernos është dënuar me 25 vjet burg për vepra penale të organizatë kriminale, drogë, pengmarrje, heqje palishme e lirisë dhe mbajtje pa lejarme dhe e municioneve luftarake. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për vendosjen e masës sekuestros preventive me qëllim parandalimin e tjetërsimit pasurisë dhe ruajtjen e saj për konfiskim të mundshëm në përfundim të procesit penal.